Afati për plotësimin e sondazhit kombëtar të studentëve është shtyr deri më 6 qershor 2025 për t'u dhënë mundësi të gjithë studentëve të përfshihen në këtë proces të rëndësishëm vlerësimi dhe përmirësimi të cilësisë në arsimin e lartë. Deri tani vetëm 27% e studentëve të Universitetit Fanoli të Korçës kanë plotësuar pyetësorin, ndërkohë që janë marrë masa për të informuar më gjerësisht të gjithë studentët për rëndësinë dhe mënyrën e përfshirjes në sondazh. Aktualisht jemi në shifrën për 27% të studentëve që kanë plotësuar këtë sondazh. Nga ana e Askal kemi marrë njoftimin për shtyrjen e afatit deri në datën 6 qershor që të mund ta plotësojnë studentët këtë sondazh. Nga ana jonë gjithashtu janë zhvilluar dhe seanca informuese me studentët për ta plotësuar këtë sondazh në mënyrë që dhe zëri i tyre të dëgjohet. Gjithashtu janë në dispozicion gjitha infrastruktura me radhë pra kompjutera që të mund të hyjnë dhe të plotësojnë këtë sondazh. Sondazhi është një instrument i rëndësishëm që synon mbledhjen e opinionit të studentëve për cilësinë e arsimit të lartë, ndaj pjesëmarrja aktive ndihmon në përmirësimin e përvojës studentore dhe politikave arsimore në të ardhmen. Ky sondazh së pari ju vlen studentëve sepse dëgjohet zëri i tyre, pra japin mendimin e tyre, vlerësimin e tyre e me radhë. Së dyti, na ndihmon edhe ne sepse ne marrim atë feedback-un nga studentët në mënyrë që ne të përmirësohemi lidhur me çështjet që studentët kanë çështje pra për përmirësim e me radhë. Të gjithë studentët mund të aksesojnë pyetësorin në adresën e tyre personale të e-mailit, ku gjendet linku i drejt për drejt për plotësimin e sondazhit kombëtar të studentëve.